2 ditë pas shkarkimit nga detyra e drejtorit të burgut të Durrësit, Indrit Sërloj është vënë në pranga pas arratisjes të paraburgosurit Altin Doci. Arrestimi i tij u bë me vendim gjykate pas kërkesës së prokurorisë së Durrësit e pas hetimit të shërbimit të kontrollit të burgjeve që referoi materialet për shpërdorim detyre ndaj ish-drejtorit të JVP-s Durrës. Por Sërloj nuk është i vetmi i arrestuar, pasi në pranga përfundoi edhe mjekja e burgut të Durrësit, Ylfete Sema. Edhe kjo e fundit është referuar për të njëjtën vepër penale. Gjykata i dha masën arrest shtëpie. Me arrestimin e tyre shkon në 11 numri i ish-zyrtarëve të burgut të Durrësit që vihen në pranga për arratisjen e Altin Docit nga Spitali Rajonal i Durrësit. 39 vjeçari ishte transportuar në këtë spital për të kryer disa kontrolle shëndetësore, por dërgimi i tij nga burgu i Durrësit rezultoi se ishte kryer në shkelje të procedurave standarde. Ndonë se hetimet vijojnë, dyshimet e prokurorisë dhe SHKB-s janë se arratisja ka qenë e mirë organizuar nga Altin Doci, ndaj po verifikohen kontaktet e tij të fundit gjatë qëndrimit në ambientet e paraburgimit të Durrësit.